Hajde folim është një platformë e re që na ndihmon neve të flasim me qytetarët tanë pa ndërmjetësues. Prandaj folni shlirë, pyetni çkado që t'ju dëshiron shpirti e zemra, edhe si që tha Lumiri, edhe nëse keni kritik e sugjerim, sepse ato vetëm na ndihmojnë që të përmirësohemi. Kështu që mezi po presim që të diskutojmë me ju. Në komunat që kemi fol deri tash kanë qenë gratë, ato që e kanë marrë guximin me dalë të parat. Kështu që hajde vitia mos më dëshproni. Pyetjen e parë. Po pra, a ju tash? Hajde loq. Hajde këtu. Përshëndetje të gjithëve dhe përshëndetje edhe zonjës presidente, po, zonjës Vjosa. Prej moshës 3 vjeçare, kam qenë një fonceutja e madhe. Edhe në vitin 2019, kur e kam këto në viti. Unë të kumë përshëndet, kemi dalë bashkë në emision, edhe pyetjen për sot, deshta me të thamë. Po, ne fëmi në moshën e vogël, në këtë moshë të vogël, si mundi me ndihmu me bë këtë shtet, me përmirësu shtetin edhe me bë një shtet shumë të mirë. A ka motiv ma të madh, a ka frymëzim ma të madh, a ka dashni ma të madhe se sa kur një fëmi pyet çka mundem unë me bë për shtetin tem, po ju siguroj që nuk ka. E tash, ju çka mundeni me bë si fëmi është thjesht me vazhdu me qenë fëmi, e me vazhdu me na dhon neve të mdhejve motiv e dashni, sepse edhe energji pozitive, sepse krejt është ajo që ka na duhet neve, që me punu pastaj ne të tjerët, ne të rriturit, që ju me pas fëmiri ma të ndritshme, që me pas arsim ma cilësor, që me pas sistem shëndetësor shumë ma të mirë nëse duhet, edhe që me pas perspektiv që ju me shkëlqy me gjithë këtë potencial të jashtëzakonshëm që e keni. Unë jam e bindur që emrin se pata? Që Riana ko me na bo krenar krejt Kosovën, me këtë inteligjencë, me këtë mençuri, me këtë afërsi që e tregon ndaj njerëzve mbi të gjitha, me përkushtimin për vendin e vet që e tregon moshë kaq të vogël, kemi arrit shumë, kemi na kalu të gjithëve, këtë t'jesh e sigurt. Faleminderit për ideje që je kaq e mirë. Faleminderit shumë, dikush tjetër? E që keni parasysh ka duhet me ka përcy. Standardi u vendos shumë nalt. Si një simpatizant i LDK-s në Gjenevë dhe ish antar i kryesisë së LDK-s në Gjenevë, kom deri sot që vi special sot të marrë pjesë këtu në këtë turbim madhështor, kur i shoh gjithë këtu gratë burra që nërë këtë takim, për të ose ofrimi vizionin e LDK-s të ardhmen. Faleminderit shumë për punën, kontributin edhe në çdo etapë. 24 maj në ora 2 jemi në Zvicër në tubimin më të madh që ka pa ndonjëherë Zvicra në organizimin politik të Republikës Kosovës. Pra 24 maj të dielën në ora 2 Vjosa dhe unë jemi në Zvicër, ju presim atje. Që kemi sot këto para një publiku kaq të madh. Unë e kam përcjell
do me thonë jetën aktive politike të Vjosa Osmanit kohën e fundit, dhe ju kom përcjell edhe dje në Rubikon të Adriatik Elmendi. Qështu dukem? Kryesisht mirë. Kryesisht mirë, hajde. Pas ka hapësirë. Dashta mund ndërlidh vetëm me një fjali të zonjës Osmani. Zonja Osmani aty potencoi që unë dhe Lumiri tha gjithmonë do të jemi bashkë. E pyetja ime është, Vjos, ti edhe Lumiri... Beqone tha edhe Lumiri është qashtu. Po, ke drejt, po pyetja ime është, ti edhe Lumiri, a keni më konë gjithmonë bashkë në LDK apo bashkë në politikë? Kjo më pyetja ime. Faleminderit. Edhe do tjerëve, po ju intereson përgjigja këto. Po e shoh prej ftyrës që i gëzove shumë për këtë pyetje. Unë thash mbrojmë që bashkëpunimi jonë nuk është për këto zgjedhje. Bashkëpunimi jonë ka me qenë i përhershëm. Në fakt edhe për gjatë 5 viteve që kam qenë në presidencë, ajo që unë e kam mësuar nga LDK-ja, ajo që e kam marrë nga LDK-ja, që është shpirti rrugovist, ka qenë prezent për 5 vite aty. Më thonë, unë shpresoj që përfaqësimit që e kemi bo për Republikën e Kosovës jashtë vendit, mbrojtja e Republikës së Kosovës dhe mbrojtja e qëndrimeve që kanë të bëjnë me themelet e shtetit tonë që e kemi bërë anë kënd vendit, shpresoj t'ju ketë bërë krenar edhe se cilin prej jush që jeni në LDK, se ka qenë ajo shtëpi politike që më ka bërë mu kjo që jam sot, dhe që më ka bërë presidentën që kam qenë për 5 vite. Ne jemi duke kandidu për presidente dhe kryeministër, kjo është oferta jonë për qytetarët, por si që kemi thënë dje, ne nuk jemi, edhe ma herët se dje, ne nuk jemi këtu për pozita tona personale, jemi për t'i dhënë Kosovës një shansë që t'ket më shumë demokraci, që t'ket më shumë zhvillim, që t'ket më shumë aleanca të mbrojtura dhe të zhvilluara e jo të goditura, që t'ket më shumë potencial për të rinjt tanë, për të zhvilluar dhe për të qëndruar këtu në Kosovë. Këto janë synimet tona dhe misioni shkon shumë përtej bashkimit tonë. Është një mision shumë më i madh, edhe në këtë mision unë shpresoj që do të na bashkohen edhe shumë e shumë qytetarë të tjerë, edhe nuk e dia atë dje për shpirtin e LDK-s. Se kom thona, që ta vazhdon përgjigjen Lumiri. E kemi diskutu këtë çështje shpesh edhe mes nesh, dhe përveç bashkëpunimit sinqert që po nisim, dhe të vërtet, nuk është bashkëpunim elektoral, por nuk me bëjmë për zgjedhjet e ardhshme të 7 qershorit. Zgjedhjet e ardhshme janë një proces politik që svarën shumë prej nesh, që na janë shkaktuar nga të tjerët, ndaj të cilit shkak jemi përgjigjur me bashkim, atë që dim të bëjmë mirë. Dhe besoj që ju du ta kuptoni që rrugovizmi është besim. Njëherë rrugovist, gjithherë rrugovist. LDK-izmin Vjosës as nuk ja jep dikush, as ja merr, është pjesë e karakterit politik të saj, timit dhe gjithë të tjerëve që kanë bërë këtë rrugtim tash e 37 vite, e me një të ardhme të shkëlqyshëm që kemi përpara, duket edhe për 37 vite të tjera ndurë të sigurt atë një gjërat e shkëlqyshme përpara. Ta kuptonim, edhe një gjë, ky bashkim nuk është rreth individëve. Diskutimi s'du të bëhet rreth fateve tona politike, duhet rreth idesë që e përfaqësojmë. Bashkëpunimi dhe bashkimi është antidot i një politike përçarëse që s'arrin me pas kompromis. Pra Kosova po vuan nga mungesa e kompromisit ose vullnetit për gatishmëri në një vend ku gjithë jemi shqiptar, gjithë kemi një ide, gjithë kemi ëndrat e njëjta brenda Republikës Kosovës, por që ja qëndarjen, përçarjen, ofendimin e së fundmi dhe dhunën fizike, verbale që s'dallojnë njëra prej tjetrën, e kemi si vlerë të ekzistencës politike. Ne përfaqësojmë diçka tjetër. Ne jemi të interesuar as për dhunë, nuk e duam dhunën, duam të ofrojmë platformë politike për të ardhmen, duam të ofrojmë njerëz të mirë si puna juaj, të tjerëve në Kosovë që dojnë të kontribuojnë për Republikën e vet, dhe duam përfundimisht ta nxjerrim Kosovën nga një pozicion i fundit në rangim, çdo rangim të mundshëm evropian, në një vend që të bën ty nesër krenar me vendin tënd, me popullin tënd dhe me të arriturat në këtë drejtim. Prandaj po jemi gjatë
dhe do të jemi gjatë në këtë rrugë përpara që e kemi. I takon popullit të Kosovës për sa këtoj fatin tonë politik të përbashkët, por as sa kam kuptu, as sa kam pa, kur gjërat shkojnë keq, kur gjërat shkojnë mbrapsht, populli i Kosovës kthehet në shtëpi të vet. LDK është shtëpia vet. Vetë bashkimi ju, rrugovizmi u bashku në këtë botën. Ju uroj shëndet, e ardhmja pritet më e mirë, po mos e jem komunën e Vitinjës, këtë shesh, e kena ndërtu në rrugovistët me Sokolalitin në krye. Po mos e jem komunë të Vitinjës, shkolla Shqipe është në komunë të Vitinjës. Gjuha Shqipe o të në mungu në diasporë, losë që në të ardhmen. Juve dëve që diasporën të aboni me shkolla Shqipe, që gjuha mos na degradon e gjuha Shqipe të vazhdon në këtë botë. Ju faleminderit gjithë. Një prej kërkesave kryesore në mërgatën tonë kudo në botë që i kam taku ka qenë pikrisht çështja e gjuhës shqipe, sepse ajo, përveç gjakut, ajo që i lidh mas shumë të shqiptarët është edhe gjuha, është historia. Mirë, po në qoftë se nuk njihet gjuha, s'ki si ta mësosh historinë, s'ki si ta ndjesh atë lidhjen emocionale pastaj me vendin tënd. Pra është shumë e rëndësi që tash gjeneratat e dyta, treta, nganjëherë edhe të katërta janë në Amerikë sidomos, se kanë shku shumë herët, që ata ta krijojnë këtë lidhje të fortë emocionale me atë dheun e kjo krijohet nëpërmjet gjuhës, nëpërmjet shkollimit në gjuhën shqipe. Ka vende në të cilat vetë shteti e organizon. Ta zom Suedia është pak më lehtë, disa landet Gjermanisë janë pak më lehtë. Po në vende të tjera duhet me qenë iniciativë e shtetit të Kosovës, që gjuha shqipe, jo vetëm nëpërmjet disa librave që dërgohen, po edhe nëpërmjet arsimtarëve, mësuesave, të cilët e japin mësimin, me qenë organizim shtetëror. Jo vetëm për shkak të lidhjes emocionale që e përmenda, apo lidhjes historike që e kemi me mërgatën tonë, po edhe për shkak të kontributit të jashtëzakonshëm që mërgata jap edhe sot. Në qoftë se ne lejojmë me u shkëput kjo lidhje e Kosovës me gjeneratat e reja në mërgat, atëherë as Kosova nuk do të mund të përfitoj nga truri i tyre, sepse ata janë shumica njerëz të cilët janë shkollu, janë integru, kanë arrit sukseset jashtëzakonshme. Ta zom në Zvicër kur isha në vizitë shtetërore herën e fundit në majin e kaluar, atje kam taku dje me vajza, profesor, doktor, njerëz të cilët arrin në sport, në art, në teknologji, në politik, në të gjitha fushat janë të shkëlqy. Janë duke arrit edhe më shumë se sa zvicranët në biznes, ka bizneset jashtëzakonshme të mëdha, ndër më të mëdhat në Zvicër. Dhe në mënyrë që ajo lidhje mes tyre dhe Kosovës të mbetet e fuqishme, shteti i Kosovës duhet ta marrë përsipër organizimin e mësimit shqip në të gjitha ato vende ku shteti pritës apo shteti ku ju jetoni nuk e organizon këtë. Është në të mirën tonë, është në interesin tonë, e besa edhe kur s'mundemi me shpagu si shtet ne, atë që mërgata e ka bë për lirin tonë, për pavarësinë, për zhvillimin dhe për mbijetesën e Kosovës. Kështu që nga ne e keni zotimin që do të jetë një prej prioriteteve kryesore e cila do ta shtyj përpara jo vetëm mërgatën ku jeton, po mbi të gjitha do ta shpije përpara edhe vetë Kosovën. Urdhro. Përshëndetje gjithve, unë jam Tezja Rejanës, tash Rejana e bo një pyetjen që ka interesoj asaj, e unë si mësimdhënëse, po du pikrisht lumirit me ju drejtu, a je i kënaqur me gjendjen e arsimit në vendin tonë, edhe mas përgjigjes cilën unë po e di, çfarë ndryshime ka me pas arsimi me ardhin e juve si kryeministër. Faleminderit shumë për pyetjen. A ishte mësimdhënëse apo me profesion? Para punës lejo të falenderoj për punën fisnike që e bën. Është një ndër punët më të mira që dikush mund t'i bëj. Dhe po të flas jo vetëm si politikan, po të flas në emër të dyve si prindër, fëmijët e cilëve janë në shkolla tani, duke kalu kohë me mësimdhënës, që në fakt janë prindërit e dytë të tyre gjatë gjithë ditës. Dhe në punën e juaj, fëmijët tanë ndërtojnë karakterin e tyre dhe të armën e tyre, prandaj të faleminderit për punën e madhe që po bën. Jo, nuk jam i kënaqur me nivelin e arsimit. Jo vetëm se vim dytë nga bota mësimdhënies, para se të ishim politikan, na ishim fillimisht student, e më pas u bën mësimdhënës dhe ne.
Jo vetëm për faktin se dim se çfarë gjendje rangohet Republika e Kosovës në nivelin e dijes globalisht, po për faktin se nuk përmbarim hapa modern të kësaj kohe për të përgatitur gjeneratën e mbesës tënde dhe të fëmijëve tjerë për të përgati. Për neve është shumë e shqetësuese fakti që një fëmijë i Kosovës është shumë brapa një fëmije të Bashkimit Evropian për nga nxënia e mësimit. Dhe kjo ndodh për një fakt shumë bazik. Fëmijët e Kosovës kalojnë shumë pak kohë në shkollë, krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian të mëgjerë. Ne kemi nisur një projekt të mësimit tërditor në kryeqytet, i cili po merr formë, por ju që nuk e dini, mësimin tërditor në kupton që fëmia qëndron në shkollë brenda 8 orëve. Në ato 8 orë fëmia ushqehet me shujta të ngrohta në shkollë, nuk ka nevojë të bartë librat e stërngarkuar, por i bën detyrat në klasë me mësues e me mësimdhënës profesionist. E mbi gjitha merr dije ekstrakurrikulare, pra jashtë kurrikullit standardi çfarë keni sot. Kjo është e para, mësimi tërditor do të jetë prioriteti yni dhe duke pasur së kolin një kryetar shkëlqyshëm të vitis, jam i bindur se do të nisim edhe nga vitia që në fillim, prandaj së kol bëh gati që kapacitetet shkollore të zgjerosh, sepse do të kemi mësim tërditor në komunën tuaj, që këto vajza shkëlqyshme, fëmijë tjerë të vitis, të jenë të barabartë për nga mësim cënja me çdo fëmijë gjithandej Bashkimit Evropian. E dyta, pagat e juaja janë tulta. Mësimdhënësit nuk duhet trajtuar mësimdhënësit si barë e shtetit, por si pasuri kombëtare. Në periudhën e fundit për një periudhë gjatë mësimdhënësit ishin në grevë. Kam parë me çfarë ngarkese janë trajtuar nga shteti tyre. E unë i di që mësimdhënësit e Kosovës, sepse kam pasur 2 prindër mësimdhënës gjatë viteve 90-ta, kur as kam pas paga, heq kam punu për shtetin e Kosovës pa paga. Më pas paga të u bën 20 euro, u bën 40 marka, 60 marka, 120 marka, ishin parat vetme me cilat mbahej sistemi edukativ Kosovë dhe familjet kosovare, pra ndonjë e kuptoj sa vështirë është për një mësimdhënës që s'ja del fundin e mujit, të bartë brengat e 20, 30, 40 fëmijëve në disa raste në një klasë të vetme. Unë besoj që ndërtimi i partneritetit me mësimdhënës është obligativ. Jo vetëm sa i përket rritjes së pagave, por edhe sa i përket kontratës kolektive, që ka qenë barrë e jashtëzakonshme për komunën tuaj, sepse është dashur ndarjen këto projektet kapitale këtu në viti për të bërë një pagesë kompenzim të një kontrate kolektive që është zgjidhur shumë lehtë sikur qeveria qendrore ta ndihmonte këtë proces që nga fillimi. Pra, rritje të pagave, mësim tërditor, digitalizim të shkollave dhe partneritet me mësimdhënës. Ky partneritet besoj që duhet na shërbej drejt për të përmirësuar ngarkesat e përditshme që i keni. Ne po takojmë mësimdhënës vazhdimisht secilën ditë çdo komunë, na flasim për probleme të ndryshme, të klasave të ngarkuara, të fëmijëve me nevoja të veçanta që duhet i trajtojmë po ashtu në klasë, me kualitetin e mësimdhënies, madje siç e kemi vërejt në këto takime, kemi kuptuar se në shumë klasë në Kosovë, për shkak të ngarkesës në pagesën e teksteve shkollore, një pjesë e madhe fëmijëve nuk kanë tekste shkollore fare. Pra, merrem me mend ku kemi mbërri, me lënë fëmijët pa tekste shkollore, sepse qeveria ka vendosur që prindrit i blejnë në radhë të gjata librat, tekse ka qenë shumë e thjeshtë, shumë lehtë organizuara. Dërgoni librat në shkollë, aty në para bankës. Fillon mësimi me 1 shtator, në bankë janë librat shkollor të secilës fëmijë. Kjo çështje është shumë e lehtë të zgjidhshme, prandaj arsimin do ta kemi prioritet, por do të jetë prioritet afatgjatë. Nuk do ta zgjidhim gjithë problemin e edukimit në Kosovë vetëm për 4 vite, na duhet më shumë kohë, na duhet guxim, por na duhet partneritet. Besoj që edhe presidenti ka çfarë flet për çështjen e grevës dhe trajtimin shtetëror që duhet i bëjmë mësimdhënësve sa që kemi kriza të tilla, nëse kemi kriza të tilla në të ardhmen. Në çdo vend botës, nëse ka grevë nga punëtorët e arsimit, çështja e parë që ndodh është që qeveria ulet dhe bisedon me organizatorët e grevës. Nuk ka kurrë rëndësie çfarë armiqësie politike mund të kesh me ta, kur ata flasin në emër të mësimdhënësve, duhet patjetër që të ulesh me ta dhe të gjesh në një zgjidhje shumë shpejt, sepse në qoftë se ajo zgjidhje zvarritet, siç ka ndodhur për rreth 18 muaj herën e kaluar, dëmi është i shumëfisht. Dëmi i parë është në raport me fëmijët, të cilët mbesin pa shkuar në shkollë. Dëmi i dytë është në raport me prindrit, të cilët për shkak se duhet të kujdesen për fëmijët, duhet të rrinë në shtëpi me ta dhe nuk mund të shkojnë në punë. Dëmi i tretë është për shtetin, sepse çdo ditë mungesë për fëmijët të cilët nuk shkojnë në shkollë
është mungesë në dituri, e të nesërmën kjo shndrohet në mungesë në zhvillim ekonomik. Kur unë kam shtru këtë çështje në të kaluarën si urgjencë shtetërore e cila do duhej të zgjidhej, mua më thuaj ti po i shiqën çështjet nga instinkti amnor në fakt, nga instinkti i nanës. Në fakt unë menoj që nuk ka ma mirë se sa me i trajtu çështjet politike nga mënyra se si një nanë kujdeset për fëmijët e vetë. Sepse kjo është kujdesi ma i madh që ekziston, është ashtu. Kush kujdeset ma shumë për fëmijën se sa nana, nuk ka. Kështu që nëse prej këtij aspekti i trajton edhe problemet shtetërore, kjo do të thotë që ti ki kujdes të veçantë dhe dëshiron me i gjetë zgjidhje sa ma shpejt. Dhe unë mendoj që sidomos çështjet e arsimit të shëndetësisë, ne duhet me i pa prej atij prizmi. Duhet me i pa prej prizmit nga i cili përjetojmë, se cili prej nesh çdo ditë, dhe përjetimet që prindrit kanë pas, që fëmijët kanë pas nga këto greva, kanë qenë vërtet të tmerrshme, dhe unë shpresoj shumë që në qeverisjen e ardhshme të udhëhequr nga lumiri, te pika të tilla mos të vinë fare, po edhe nëse vinë, do të jetë impresion të vazhdueshëm për anës time, që këtë çështje ta zgjidh sa më shpejt, edhe pse jam e bindur që s'ka me pas nevojë për presion shumë, duke e ditë rëndësinë që i japim arsimit si shtylla themelore që e mban këtë shtet në këmbë. E ato shtylla i ndërtoni ju. I ndërtoni ju si mësimdhënës, njëjtë siç i kanë ndërtu shumë mësimdhënës të viteve të 90-ta, të cilët e kanë shndruar arsimin në rezistencë për liri. Në atë kohë, secili prej nesh që kemi shku në shkollë, e kemi rrezikuar edhe jetën. Po mbi të gjitha mësimdhënësit tonë, duke organizuar mësim në rrethana të gjenocidit e të krimeve të luftës, e kanë rreziku jetën e tyre çdo ditë. Shumë prej tyre i kemi humbur gjatë luftës, e unë besoj që në nderim të tyre, por mbi të gjitha, për hir të fëmijëve të cilët nesër pas nesër kanë me udhëheq këtë shtet përpara, ne duhet arsimin ta shndrojmë në prioritetin numër 1 kombëtar. Vetëm ashtu mundemi me shpresu për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, edhe për një shtet i cili nuk ka me u gjunjëzu kurrë para asnjë sfide. Arsimi, dija janë e vetmja rrugë përpara. Urdhëro. Ndihmoni me mikrofon, ju lutem, dikush. Ashtë në rregull. Jo veç me afru pak, me nivelizu. Atëherë, përshëndetje për gjithë. Unë jam Miranda Ibrahimi, jam mësimdhënëse me profesion dhe më mirë shumë që i dëgjova këtë fjalë sa i përket mësimit tërditur qoftë edhe në komunën tonë. Po ashtu vlen ta theksoj që jam vajza e një militanti të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe padyshim jam rritur që nga mosha e vogël, me thonë që nga klasa e parë me këto tubimet e Lidhjes Demokratike, duke ngritur atë flamurin e Lidhjes Demokratike si fëmijë. E ajo që më mbren mas shumti është momenti kur ndodhi ndarja jonë presidente dhe i nderuari Lumer, sepse ajo ndarja e jonë zonjusha presidente na dha shumë dhimbje neve si Lidhje Demokratike. Na largoi më shumë se në ram në 12% për votat e Lidhjes Demokratike. Ju thatë që do ta keni bashkimin e përhershëm, shpresoj ta kemi bashkimin e përhershëm edhe dua që Lidhja Demokratike të rritet në përqindje, sepse po flas për një familje që jam rrit me të, edhe dua që Lidhja Demokratike të jetë e rritur si përqindje. Ju thatë që të përhershëm, po edhe nëse përqindja në jo nuk rritet, a do të vazhdoj ky bashkimi juaj për të punojmë për Lidhjen Demokratike të Kosovës, për shtetin tonë, dhe gjithashtu nëse ndodh që gjendja e jonë e Kosovës tjetë pikrisht në këtë situatë që jemi sot, a jemi të gatshëm ne me bashkëpunu me kundërshtarët tonë politik edhe për me realizu një shtet tonë, apo do vazhdojmë çdo vetë ne të kemi zgjedhje, sepse besoni që dhe për neve është shumë e lodhshme të dalim në zgjedhje brenda vitit thuajse 4-5 herë. Është shumë e lodhshme edhe faleminderit shumë. Shpresoj t'ju kemi bashkë gjithmonë edhe të punojmë
fillimisht për lidhjen demokratike tonë që mu më dhem shumë kur e shoh në këtë gjendje, po dhe për shtetin tonë që është edhe më e rëndësishme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë pyetje, shumë të drejtë për drejtë, sinqert, dhe që është breng para se të jetë dhe pyetje, pra ju keni breng çështjen e LDK-s siç e kemi edhe ne. Sepse LDK-ja, siç thash, para se të jetë parti është besim. Besim që na bën bashkë mu dhe ty, e Vjosën dhe të tjerët, edhe po takuar fare ndonjëherë më parë, prapë kur takohemi mendojmë njëjtë, veprojmë njëjtë dhe bashkohemi njëjtë. E tani bashkimi është vlera kryesore e LDK-s. Pra kur themi po bëhemi bashkë, s'po bëjmë asgjë tjetër përveç se çfarë LDK-ja ditë projektoi në jetën politike. Dhe ky bashkim, po them edhe një herë, nuk bëhet për pozicionet tona individuale, as për rezultate elektorale, bëhet për një punë shumë më të gjatë, shumë më të madhe, shumë më të vlefshme, e që ka përcen fatet tona politike. Në këtë bashkim tonin, du të kuptoni se janë edhe dy faza tjera bashkimi. Pra, e pari është bashkimi politik, këtë që kemi bë. Ka përfundu, është mirë, kemi frymë të jashtëzakonshme, me 7 qershor do të kemi fest. Këtë garantoj prej sontit këtu në viti, mos e mboja të breng, kemi gëzu, kemi festu. Faza dytë e bashkimit që du ndodhë nga dash deri më 7 qershor është bashkimi qytetar. Pra të ka përcejmë për te vetës, të afrojmë dhe njerëz tjerë, sidomos ata që spajtohen me ne. Nuk do të thotë kemi mendimet njëjta për të bashkuar, do të kemi vullnet njëjtë dhe vizion të njëjtë për vendin për të bërë bashkimin. Pse është dikush tjetër me mendime pak më ndryshe se ne, zot, që ta kemi kundërshtar tani. E tani faza e tretë e bashkëpunimit dhe bashkëpunimit politik është dhe me partitë e tjera politike që s'janë sikurse ne, por janë përfaqësues politik të qytetarëve tanë, fshimve tanë, bashkë udhëtarëve tanë, njerëzve me cilët ndajmë punën, njerëzve me cilët ndajmë hallet e njëjta. Prandaj fryma e bashkëpunimit është identitet ADN e LDK-s. Dhe si të tillë duhet ta projektojmë. E kundërta kësaj fryme është ndarja, përçarja, rezistenca, mungesa, kompromisit, linçimi më pas, dehumanizimi i kundërshtarit, propaganda në këtë drejtim e kështu me radhë. Ne si jemi si ta, s'do të jemi si ta, s'do të bëhemi si ta, do të provojmë bashkëpunim edhe me ata që spajtohen me ne, par aq sa respektohet vizioni i lidhjes demokratike të Kosovës, e që nuk kupton një shtet qëndrueshëm, një shtet normal, një shtet stabil, që nuk na jep zgjedhje secilin 3 mujor vazhdimisht, e tash një vjet e gjysmë jemi në kriza të vazhdueshme, por që na jep përfaqësim dinjitetshëm, me cilën ti mburrësh nesër. Pra me pa Vjosën në tavolinë me Trumpin, se ki gajlen. Ajo, e ndron kanalin, në rregull je, po me pa do tjerë që ka pishone, me shku atje. Për bes. Nuk i lojnë, e vërtet është, nuk i lojnë. Faleminderit. Lumiri e trajtoi në aspektin politik. Viti 2021 nuk ju ka dhimbë veç juve. Unë mendoj që më ka dhimbë mas shumë të mu. Po ndoshta jam subjektive kur e trajtoj këtë çështje. Megjithatë, nganjëherë largësia veç e rrit dashnina, është ashtu. Kur fillu me diskutu me Lumirin për bashkimin e LDK-s, për bashkimin e së djathtës, doktor Haxhi Avdyli, që është sot këtu me ne, më pyeti sepse unë tilsha takojsha njerëz çdo kohë edhe kudo që shkojsha. Diskutojshin për zhvillimet politike dhe me një zo, secilën familje më thëshin kthehu te shtëpia jote. Kthehu te shtëpia jote. Edhe doktor Haxhiu më pyeti, tha, qysh po të presin, sepse na natyrisht kishte 5 vite që nuk ishim taku me struktura, sa do që na kemi majt kontakt me njerëzit e LDK-s, me njerëzit tonë zemrës, me miq, e mikesha, e me shoqe, e me njerëz me cilët jemi rrit në fakt. Unë kam qenë 22 vite aktive në LDK, e babi jem prej marsit të vitit 1989, nga ditët e para. Për ne ka qenë krenaria më e madhe e angazhimit tonë politik, edhe mbetet. Mirë po, tash kur u rikthym, gjithve ju interesoj keme ditë, okej, qysh u pritëm. Edhe është ajo që e thash, largësia veç e ka rrit dashnin.
këta t'ju siguroj, edhe nuk ka asnjë arsye me u brengos që qoftë rezultati, qoftë ndonjë sfidë tjetër që mundet me na dalë përpara, se natyrisht në politikë ka shumë sfida që mundet me na ndamo. Për këta t'jeni të sigurt. Nuk ka. E kemi marrë mësimin të gjithë, po besoj. Ku ka sokol, nuk ka vlen sa dione, po nuk e di. I kena kallëzun që edhe lokale, po më doket, apo? A është sokol që ashtu? Në lokale kemi tregu. Zvlek e vlenin viti, veshën o përzeshën mramje këtu, po ju në këty sa di, është ashtu alo? Faleminderit shumë, pro. Spari ju përshëndes zotri kryetare Abdigjikov, Vjosa Asmani, presidente, ish presidente dhe shpresoj që në këto zgjedhje do të fitosh dhe të na përfaqësosh në mënyrën më të mirë të duhur. Ju dëshiroj mirësiardhje në qytetin ton. E përshëndes kryetarin ton Sokol Halitin, i cili me punën dhe angazhimin e tij ka arrit këtë rezultat dhe po e mban ende shumë mandate këtu në qytetin e Vitijës. Faleminderit që keni ardhur dhe na dëgjoni bringat e qytetarëve tonë. Unë besoj se si shumica e gjithë qytetarëve të Kosovës, kam një pyetje. Çfarë mesazhi keni ju për rininë e Kosovës, të cilët çdo ditë e më shumë po lën Kosovën për shkak të papunësisë, për shkak të gjërave tjera në përgjithësi që janë një shqetësim shumë i madh, dhe çka do të bëni për ta që na të vazhdojmë të punojmë për të ardhmen tonë në Kosovë? Faleminderit shumë për pyetjen. Është një ndër pyetjet më të shpeshta që e hasim, sepse rinia e Kosovës është pasuria më e madhe që ka Republika jonë. Nuk janë as mineralet, as objektet, as godinat, as infrastruktura tjera që i kemi sonë në Kosovë, ato s'kan vlerë kur s'kemi njerëz që i shfrytëzojnë ato. Si që dini, 75% e popullsisë së Kosovës është në moshën 35 vjeçare, që do të thotë se kemi një pasuri të jashtëzakonshme që se ka asnjë shtet në Evropë, e shumë pak shtete në botë, por kjo pasuri, rinia, kur shfrytëzohet në potencial bëhet edhe barë dhe ngarkesë. E nuk ka barë dhe ngarkesë më të madhe se sa një i ri ose një i re, lëshon vendin e vet, e humb shpresën atë dhëun e vet dhe largohet për ku me ditë se ku. Natyrisht ne kemi plan jo vetëm për rinin, po për të ardhmen që ata do ta kenë në Kosovë. Dhe një i ri në Kosovë kërkon stabilitet, normalitet, kërkon edukim të mirë, kërkon kushte shëndetësore, kërkon vende të punës, kërkon drejtësi, kërkon ligj, kërkon mundësi, mbi gjitha kërkon eksperiencë, pra do të ketë jetë të mirë në vendin e vet. Gjitha këto elemente, nga arsimi, nga shëndetësia, nga ligjet, nga drejtësia, nga kontratat, nga investimet infrastrukturore, nga përvoja që du ta merr, nuk bëhen besoni me blerje sociale. Ato janë të mira, do t'i mbajmë, por duhet bëhen me investime të mëdha kapitale në Republikën e Kosovës, aso investime që ky vend nuk i ka parë tash e 26 vjet, e 5-7 vjet, e 100 vjet e prej që ka Kosovë. Duhet të jemi të guximshëm, të investojmë shumë, të gjenerojmë kapital shumë, të japim projekte madhore që e transformojnë Republikën e Kosovës. Po ndohet që Përshëndetje të respektuar qytetarë të komunës së Vitisë. Rënjtë e babës tem janë nga fshati Mogill. Se më vjen koha unë me prezentu sot vetën pas 7 vite dhimbje të shëndruar në forcë e shëndruar në shpresë për shumë të rinj e shumë të reja. E meritojmë një rini të shkëlqyme. Për ju shoh plot mbledhën të rije të reja, ku thelbi i të mirës Republikës sonë është rinia jonë. Unë sot po bëj një apel, se kam shumë për me folë, dash Zoti, zani im, do t'jetë zani shumë nanave që kanë humbur më të dashurit e tyre. Dash Zoti, jam zani shumë motrave, vlezërve që kërkojnë ndihmë në qendrën tonë. Ti edhe Zoti shpëto ma djalin, po thjesht kjo nuk është e mjaftueshme për me ndihmu një shoqëni, një familje shqiptare. Fatkeqësisht që dukuritë negative janë çdo ditë më shumë në rritje, vrasjet janë në rritje, mirëqenia e shoqërisë është në rritje, egoizmi, urrejtja, inati, mungesa e vullnetit janë në rritje, kështu që lus të gjithë qytetarët e Kosovës, lus të gjithë të rinjt dhe të rejat, nuk kemi kohë me humb kohë.
zgjohuni edhe sjellni të mirën e shtetit ton e rinisë ton. Faleminderit. 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 Përshëndetje. S'ka problem. Fillimisht mirë se keni ardhur mbi ti. Sigur çdo e re këto, edhe unë jam rrit me një frymë rogoviane, jam rrit të këqyr devote politike, e kështu e faleminderit fillimisht që e keni jap një shembull se si duhet me bë fushat edhe pa linçime, edhe pa urrëtie, edhe pa inate. Pyetja jam kish më drejtu më shumë presidentes. Cila kish me qenë një këshill që ja kishe japte femrave që po dojnë me hyrë në politik? E di që ka pas sfida shumë, ama kisha dosh me ditë këshillën tone edhe të fshetat që nuk ja ke tregu ndoshta çikës tone. Qikat e mia janë ende të vogla për me marrë këshilla politike dhe përpjekja ime vetme për momentin është me i mbajt sa më larg politikës. Po për vajzat e reja të cilat vërtet kanë motiv me bo diçka jo veç për Kosovën për gjithësi, po për vetveten e tyne, është gjithmonë punoni për një kauzë që shkon për te vetvetes. Sepse kur kauza është më e madhe se ti, më e madhe se çdo ambicie jotja, më e madhe se çdo sukses i yti, më e madhe se çdo interesim i yti, atëherë nuk ka sfidë që mundet me të ndalë, sepse ti je të shiqua atje larg. Këta vogëlsirat që të qesin gur për para, i shkel, sepse ti shiqon për para. Kjo është e para. E dyta, duhet me ditë që ko me pas sfida. Ko me pas sfida të cilat shpesh herë kanë me të shti me mendu a ja vlen kjo rrugë. Pse me e bo këtë rrugë? Aqë shumë në nëshmime, aqë shumë fyrje që të bohen, sidomos pse je grua. Edhe ja bon këtë pyetje vetës. Nuk ka besoj qenje njerëzore që është i angazhuar sidomos në profesionin e politikës që nganjëherë nuk ja bën këtë pyetje vetës. Dhe po tregoj çka më ka shtyr mua me ecë përpara përkundër vështirësive, përkundër goditjeve, përkundër sulmeve prej më të ulta të cilat i përjetoj çdo ditë, e që jam të i përjetuar në veçanti prej 6 marsit e këndej. Sa herë më shkon mendja me u dorëzu, më dalin para syve fytyrat e vajzave të vogla, cilat më shiqojnë edhe shpresojnë që unë nuk dorëzohem kur. Edhe ajo s'u mlen me u dorëzu kur. Kështu që shpresoj që edhe ti ke me mendu njësoj. Pavarësisht profesionit që e ke zgjedh, gjithmonë mos harro. Është një vajzë e vogël aty që të shiqon ty si shembull, edhe që shpreson që ti s'ki mu dorëzu kur. Faleminderit të gjithëve për prezencën e juaj këto. Pyetja ime është, cili është plani juaj për zhvillimin ekonomik në 5 vitet e ardhshme? Faleminderit. Janë 1 miliard euro të djegura në import energjisë elektrike. Merrem me 1 miliard euro ka Kosovë, ka importuar energji elektrike. E mbesoni me 1 miliard euro 2 centrale kishim ndërtu sot Kosovë dhe s'kishim pas nevojë me importu prej askujt energji të re elektrike. Pra duhet me pas guxim. Tani centrali mund ndërtu kërkon punë, duhet projekt, duhet vend, duhet ndërtim. Është pak më vështirë se veç me shkruan Facebook një koment fys e linqus. Pra kërkon angazhim. Plani ynë parashet që ne të kemi investime të mëdha infrastrukturore. E di që vitin e juj e kemi lënë anash sa i përket dhe anë në Moravën në përgjithësi, sa i përket autostradave dhe rrugëve. Shpesh e afrohem kësaj autostradës Gjilanit, e cila ka nisë sa vjet i ka bërë sokol 7 vjeta. 7 vjet me nisë një autostradë në pikë të rrafshit. Pra nuk i nevojë as tunele me hap, nuk i nevojë as me ndërtu ura të mëdha. Është një çështje historike që e kemi si obligim që ana Moravën nga Dheu i Bardh në Kamenice, Gjelan e Kyqe edhe në Gërlis të Vitis këtu, ato sokoli që ka kërku gjithmonë, ta kemi prioritet nacional si që duhet, jo si që ka nisë këta këtu, e kemi diskutu me sokolin Mare Mirë, këtë çështje do ta bëjmë prioritet dhe këtë ja kemi borxh Vitis dhe ana Moravës në përgjithësi. E merrim me mend për 2 minuta nga Dheu i Bardh të vijmë në Gjilan, prej Gjilanit për 12 minuta të jemi në kyqe të autostradës dhe çfarë do të thotë për kyqen e gjithë regionit ana Moravës në mënyrë infrastrukturore me pjesën tjetër të Kosovës. Pra, do të investojmë poshtë në sektorin e teknologjisë informative, është diçka e re, për cilën jemi të interesuar, kemi dije të mira brenda në Kosovë dhe jemi duke besuar se si gjenerat politike jemi më të aftë
se çdo vendimarrës tjetër evropian ta ndjekim dhe ta kapim këtë momentum të mirë të zhvillimit teknologjik. Rinia jonë është në hap me inteligjencën artificiale, është në hap me zhvillimin teknologjik, politika është shumë brapa. Në fakt, politika s'është fare të fol për zhvillimin teknologjik. Prandaj, let mirëmi me infrastrukturë, me energjetik, me teknologji informative, barabartësisht me çështje mallore siç është shëndetësia, siç është arsimi, siç është rendi dhe ligji, ato janë gjëra të mbrojtja, ato janë gjëra të domosdoshme të një shteti. Po për hapin e madh, le të themi 2 fishim të rritjes aktuale ekonomike, dhe 3 fishim të investimeve kapitale, çfarë i kemi pas deri më tani në Kosovë. Tjetër dinamik, tjera projekte, tjetër frymë zhvillimore në Republikën e Kosovës.